një çift i ri në aeroportin e Rinasit, një mjek që nis rrugutimin drejt Mynihut, një familje në portin e Durrësit duke hipur në tragetin për në Itali. Duke ngjarjet shkëputura në pamjet parë, por në të vërtet janë pjesë e së njëjtës vazhd, ikje së pandalshme të shqiptarëve nga Shqipëria. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Thjesht. Rreth 2.3 milion shqiptarë jetojnë sot në Shqipëri, por pothuajse po aq 2.3 milion shqiptarë jetojnë edhe jashtë Shqipërisë. Pa përjetuar luftra dhe pa përjetuar fatkeqësi natyrore, Shqipëria ka qenë në 3 dekadat e fundit një nga vendet me emigracionin më të lartë në botë në raport me popullsinë e saj. Një vend që tashmë ka humbur thuajse gjysmën e popullsisë së vet. Nëse kjo vazhd e emigrimi vazhdon, siç duket se do të vazhdojë, në Shqipëri do të mbetet vetëm një pjesë e vogël e shqiptarëve. Sonte nuk do të flasim thjesht për një problem. Do të flasim për një transformim strukturor të një kombi, të një shoqërie, të qindra mijëra familjeve. Do të flasim për një të ardhme që për shumë shqiptar po ndërtohet diku tjetër. Fillimisht do shohim një panoramë të emigrimit gjatë 3 dekadave gjysmë, pastaj do të hedhim vështrimin mbi natyrën dhe ritmet e tanishme të emigrimit të shqiptarëve. Si gjithmonë, thjesht. Për të kuptuar ku jemi në vitin 2026, duhet të kuptojmë si arritëm këtu. Emigracioni shqiptar nuk është një krizë e viteve të fundit. Është një dukuri 35 vjeçare me faza të dallueshme. Dhe çdo fazë dëshmon diçka të rëndësishme për ecurinë e Shqipërisë gjatë këtyre 35 viteve. Ndiqni fillimisht një përshkrim të thjeshtë të emigrimit të shqiptarëve pas rënies së komunizmit. Emigrimi modern shqiptar nisi që në ditët e para pas rënies së komunizmit në dhjetor të vitit 1990, kur shumë shqiptarë u drejtuan Greqisë përmes kufirit jugor. Gjatë valës së parë nga viti 1990 deri në vitin 2000, mbi 700.000 shqiptar emigruan kryesisht drejt Greqisë dhe Italisë për t'u larguar nga varfëria, pasiguria dhe kaosi i tranzicionit. Kjo dekadë njohu 2 kulme kryesore, periudhën 1990-1992, menjëherë pas hapjes së vendit dhe vitet 1997 deri 1999 pas krizës së piramidave. Në fazën e dytë nga viti 2001 deri në vitin 2010, rreth 500.000 shqiptarë të tjerë lanë vendin, sërish të nxitur kryesisht nga arsye ekonomike. Kjo periudhë shënoi forcimin e emigracionit të ligjshëm dhe shtrirjen e tij në të gjithë Europën perëndimore si dhe në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Në fund të kësaj faze nisën të shfaqen edhe rikthimet e para të emigrantëve në Shqipëri. Në fazën e tretë, që nis në vitin 2011 dhe vazhdon edhe sot, janë larguar mbi 1 milion shqiptar. Fillimi i kësaj periudhe u shoqërua me rritje të lëvizshmërisë pas liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Më pas ritmet e ikjeve u ulën për disa vite, por janë rritur sërish ndjeshëm pas vitit 2021. Ndryshe nga valët e para, emigrimi sotëm nuk nxitet vetëm nga nevoja ekonomike. Ai lidhet gjithnjë e më shumë me aspiratën për një jetë më të mirë, me më shumë rregulla, siguri dhe mundësi. Tipari më i rëndësishëm i kësaj faze është se emigrimi ka përfshirë gjithnjë e më shumë shtresën e mesme, profesionistët dhe të mirëshkolluarit. Le të shohim tani disa karakteristika të popullsisë shqiptare që jeton jashtë vendit. Vlerësimet e Instat, Institutit Statistikave, japin këtë pasqyrë. Gati 1/5 e emigrantëve shqiptar janë nën moshën 15 vjeç, por rreth 1/5 janë midis moshës 15 dhe 29 vjeç. Rreth 40% e tyre janë të moshës 30 deri në 49 vjeç. Rreth 15% janë të moshës 50 deri në 64 vjeç dhe pak më shumë se 5% janë të moshës më shumë se 65 vjeç. Kjo pasqyrë të çon në një përfundim të rëndësishëm. Nga Shqipëria kanë ikur moshat më produktive dhe veçanërisht moshat e reja. Pas përmasave të jashtëzakonshme të emigracionit, pra të numrave të mëdhenj të shqiptarëve që janë larguar, ky është ndoshta tipari i dytë më i rëndësishëm i emigracionit shqiptar. Ka ikur popullsia më aktive, më produktive, ka ikur edhe truri. Le të shikojmë tani se ku jetojnë shqiptarët që kanë emigruar. Përshkrimi më i thjeshtë është pothuajse të gjithë jetojnë në perëndim. Ky është tjetër tipar i rëndësishëm dhe domethënës i këtij emigracioni. Shqiptarët zgjedhin ta braktisin Shqipërinë për perëndimin. Shumica dërmuese e emigrantëve jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, para së gjithash në Itali dhe në Greqi. Një pjesë e konsiderueshme jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Pra e gjithë bota perëndimore
nga Evropa deri në Amerikën e Veriut. Para se të ndaj disa statistika të përafërta për vendodhjet kryesore të emigracionit shqiptar, dua të bëj një koment sqarues. Janë 3 grupe shqiptarësh që jetojnë jashtë vendit. Grupi i parë janë nënshtetasit shqiptar, të cilët pas një periudhe si emigrant diku tjetër, janë naturalizuar në këtë vend, pra janë bërë nënshtetas të vendit pritës. Këta zakonisht nuk llogariten më si emigrant shqiptar nga vendet pritëse dhe si rrjedhoj shpesh nuk përfshihen në shifrat që këto vende raportojnë për emigrantët. Pra shqiptarët që kanë marrë nënshtësinë italiane për shembull, llogariten si italian dhe jo si emigrant shqiptar në të gjitha statistikat e Italisë. Duhet theksuar se shumica e shqiptarëve të naturalizuar në vendet ku janë vendosur e kanë ruajtur edhe nënshtësinë shqiptare. Vetëm një pjesë e vogël kanë hequr dorë prej saj, veçanërisht ata që jetojnë në vende ku deri vonë nuk lejohej lehtësisht dyshtetësia. Vende të tilla janë Belgjika, Austria, Hollanda dhe Gjermania deri para një viti. Grupi i dytë i nënshtetatëve shqiptar që jetojnë jashtë vendit janë ata të cilët banojnë me leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme, pra emigrantët e lishëm. Këta llogariten si emigrantë shqiptar në të gjitha statistikat e vendeve pritëse, dhe vetëm këta konsiderohen zyrtarisht emigracion shqiptar në këto vende. Grupi i tretë janë shqiptarët që jetojnë në mënyrë të paligjshme në vendin pritës, pra shqiptarët që jetojnë pa leje qëndrimi në vendin ku janë vendosur. Edhe pse numri i tyre ka ardhur duke ulur në mënyrë drastike, të tillë ka sot 10 mijëra mos më shumë të shpërndar në të gjitha vendet perëndimore, përfshi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan e të tjerë. Duke pasur parasysh këtë përbërje të emigracionit shqiptar, është e vështirë të gjesh të dhëna të sakta për numrin e shqiptarëve që jetojnë në botë. Gjithsesi, me shifrat e përafërta nga Eurostat dhe nga zyrat statistikore të vendeve pritëse, shtrira shqiptarëve duket pak a shumë e tillë. Në Itali jetojnë rreth 700.000 shqiptar, nga të cilët rreth 300.000 kanë marrë tashmë shtetësinë italiane. Në Greqi jetojnë rreth 600.000 shqiptar, nga të cilët mbi 250.000 janë bërë shtetas grek. Në Mbretërinë e Bashkuar vlerësohet se kanë emigruar rreth 140.000 shqiptar, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 120.000 shqiptar, në Gjermani gjithashtu rreth 120.000 shqiptar, në Kanada rreth 50.000 shqiptar. Shqiptar të tjerë gjenden në çdo vend të Evropës dhe deri në vendet më të larta të botës, siç është Australia. Sigur se e thash në fillim, sipas Instat, sot janë rreth 2,256 milion shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Pothuajse po aq sa popullsia që jeton në Shqipëri. Këtë shifër Instat e llogarit në mënyrë të thjeshtë. Nga totali i shqiptarëve të regjistruar në gjendje civile në Shqipëri, Instat heq numrin atyre që janë rezidentë në Shqipëri, pra që përmes sondazheve dhe vërtimit të popullsisë i ka zbuluar se jetojnë në Shqipëri. Dhe kështu del numri i shqiptarëve të cilët kanë nënshtësi shqiptare, pra janë të regjistruar në gjendje civile shqiptare, por nuk jetojnë në vend, pra numri i shqiptarëve që jetojnë në emigracion. Deri tani kam dhënë një pasqyrë të përgjithshme të emigracionit që nga fillimi i viteve 90 deri më sot. Po si është prirja aktuale e emigrimit të shqiptarëve? Përgjigjja është direkte dhe e qartë. Emigrimi vazhdon me ritme të larta. Shqiptarët po vazhdojnë të largohen nga vendi i tyre nëpër masa relativisht të mëdha. Sipas të dhënave të Instatit, gjatë viteve të fundit nga Shqipëria kanë emigruar midis 42.000 dhe 45.000 persona çdo vit. Aktualisht këto shifra përbëjnë rreth 1.8 deri në 1.9% të popullsisë që jeton në Shqipëri. Ky është niveli më i lartë i emigracionit në Evropë. Por ritmi i lartë i largimeve nga vendi nuk është problemi vetëm për zhvillimet demografike në Shqipëri. Problem po aq i madh është edhe numri i ulët i emigrantëve që vendosin të kthehen në Shqipëri mbasi kanë jetuar një periudhë të caktuar emigrimi në vende të tjera. Pas një rritje të numrit të kthyer në mesin e dekadës së shtuar, aktualisht numri i emigrantëve shqiptar që kthehen atje ka ardhur duke ulur vitet e fundit dhe tashmë është në 90.000 persona në vit. Si rezultat, raporti midis shqiptarëve që kthehen nga emigrimi dhe atyre që largohen në emigrim, pra ajo që quhet migrimi neto, është ndjeshëm negativ. Kështu, në vitin 2024, migracioni neto, pra numri atyre që vijnë minus numri atyre që ikin, ishte minus 28.800 persona. Për periudhën 2021-2024, migracioni neto ka qenë rreth minus 34.000 persona në vit. Ky fakt e bën Shqipërinë sërish një rast të veçantë.
Shumë nga vendet kryesore emigratore në Evropë gjatë dekadave të fundit, përfshirë dhe vendet Ballkanit si Bosnia e Hercegovina, i kanë ulur vitet e fundit ndjeshëm rritet e emigrimit neto, ndërsa Shqipëria vazhdon të humbas popullsi me ritëm të lartë. Nga njëra anë ritmet e larta të migrimit, dhe nga ana tjetër ulja ndjeshme e shtesës natyrore të popullsisë kanë pasoja të mëdha për tkurrjen e popullsisë së Shqipërisë. Për shkak të uljes drastike të lindshmërisë, shtesa natyrore e Shqipërisë është aktualisht në nivele jashtëzakonisht të ulta. Në 2 vitet e fundit, shtesa natyrore ka qenë midis 1100 dhe 1200 persona në vit. Kjo do të bjerë në vitet e ardhshme. Në këto kushte, duke qenë se shtesa natyrore e popullsisë është pothuajse e papërfillshme, emigrimi mbetet faktori kryesor i ndryshimeve demografike të vendit. Dhe nëse emigrimi do të vazhdojë me ritmet e tanishme, popullsia e Shqipërisë do të zvoglohet me 100.000 persona çdo 3 vjet. Kjo do të thotë se në më pak se një dekadë, popullsia e Shqipërisë mund të bjerë për herë të parë nën 2 milion banor. Pra drejt një niveli të popullsisë të krahasueshëm me atë që vendi ka pasur afërsisht në fund të viteve 1960. Në këto kushte pyetja shtrohet: a do të vazhdojmë me këto ritme emigrimi? Pra, a do të kemi të njëjtin ritëm si sot edhe në 2, 3, 4, 5 vitet e ardhshme, në dekadën e ardhshme? Kjo është pyetje e vështirë. Megjithatë, ka një sër treguesish të emigracionit që mund të hedhin dritë mbi zhvillimet e mundshme të tij në të ardhmen. Së pari, duhet vënë duke se çdo vit një numër relativisht i madh shqiptarësh marrin në shtetësinë e vendit pritës, pra vendit ku kanë emigruar. Në parim, një emigrant që bëhet në shtetas në vendin ku jeton, ka arritur pikën e moskthimit, pra pikën e vendosjes së përhershme në vendin ku ka emigruar. Sikurse e përmenda më herët, mbi 300.000 shqiptarë janë bërë tashmë në shtetas italian. Të paktën 250.000 janë bërë në shtetas grek. Rreth 90.000 janë bërë në shtetas amerikan, rreth 40.000 në shtetas kanadez, po aq në shtetas gjerman dhe 10 mijëra të tjerë janë bërë në shtetas të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe të botës perëndimore. Në total, vlerësohet se midis 800.000 dhe 1 milion shqiptar janë aktualisht shtetas të një vendi tjetër. Ritmi i marrjes së shtetësive të huaja nga shqiptarët është i lartë dhe do të mbetet i lartë edhe për disa vite. Sipas Eurostatit, në vitin 2022 ishin rreth 50.300 shqiptarë që fituan në shtetësinë e një vendi të Bashkimit Evropian. Mbi 90% e tyre fituan në shtetësinë italiane ose greke. Në vitin 2023, pra një vit më vonë, u dhanë 44.400 shtetësi për shqiptarët në Bashkimin Evropian. Çdo vit rreth 4 deri në 5.000 shqiptarë bëhen shtetas të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mijëra të tjerë bëhen shtetas të Mbretërisë së Bashkuar, Kanadas dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, apo jashtë Bashkimit Evropian. Në total, rreth 50 deri në 55.000 shqiptarë marrin një shtetësi të huaj çdo vit mesatarisht. Me këto ritme, mund të parashikohet se rreth gjysmë milion shqiptar të tjerë do të bëhen në shtetas të një vendi tjetër brenda dekadës së ardhshme. Kjo mund ta çojë numrin e shqiptarëve me nënshtetësi të huaj, pra me nënshtetësi të një vendi tjetër, në mbi 1,5 milion brenda një dekade, ndoshta më shumë. Nga ana tjetër, largimi i shqiptarëve nga Shqipëria do të vazhdojë të mbetet i lartë. Ka 2 zhvillime të rëndësishme që pritet të jenë mundësuesit kryesor të emigracionit në vazhdimsi. Së pari është ai që quhet emigrimi zinxhir. Sikurse thash më herët, shqiptarët që kanë emigruar në vitet e para, mbas realizimit të komunizmit e në vazhdimsi, janë duke bërë me ritme të larta në shtetas të vendeve ku kanë jetuar e punuar. Dhe sapo dikush bëhet shtetas i Bashkimit Evropian apo një vendi tjetër, një nga veprimet e para që bën është të tërheqë të afërmit përmes së drejtës së bashkimit familjar. Ky emigrim zinxhir është një zhvillim klasik e emigracionit kudo në botë. Pra emigrantët që vendosen herë, më pas sjellin në vendin ku janë vendosur bashkëshortët, fëmijët, prindrit dhe të afërm të tjerë. Pothuajse gjysma e lejeve të reja që marrin shqiptarët çdo vit në Bashkimin Evropian jepen pikërisht për arsye të bashkimit familjar. Kështu, në vitin 2021, 51.4% të gjitha lejeve në BE që u dhanë shqiptarëve ishin për bashkim familjar. Po aq pothuajse në vitin 2022 dhe në vitin 2023 dhe 2024, rreth 47-48% e të gjitha lejeve të reja të qëndrimit për shqiptarët në BE ishin pikërisht për arsye të bashkimit familjar. Pra, emigracioni i djeshëm po ushqen emigracionin e sotëm dhe kjo gjë pritet të vazhdojë me ritme të larta edhe në dekadën e ardhshme. Faktori i dytë nxitës i emigracionit të tanishëm të shqiptarëve
janë mundësitë në rritje të punësimit jashtë vendit. Kërkesa për punëtor të kualifikuar në shumë vendet e Evropës perëndimore po shfrytëzohet në maksimum nga shqiptarët. Kjo është arsyeja pse Gjermania, një nga vendet me nevoja më të larta për fuqi punëtore, është bërë destinacioni kryesor për emigracionin shqiptar në ditët e sotme. Për të dhënë një statistik, vetëm në vitin 2023 Gjermania dha gati 5.000 leje të reja qëndrimi për qytetarë shqiptar për arsye pune, duke kaluar për herë të parë Italinë për lejet e punësimit. Rreth 30% e të gjitha lejeve të qëndrimit të dhëna për shqiptarët në vendet e tjera ishin për arsye punësimi. Kjo përqindje është duke u rritur nga viti në vit. Emigrimi i shqiptarëve tashmë është në mënyrë dërmuese emigrimi i lishëm, sikurse e thash, kryesisht si bashkim familjar dhe si punësim. Por nga ana tjetër, vazhdon dhe emigrimi i palishëm i shqiptarëve drejt vendeve të tjera. Dy statistikat e Eurostatit e ilustrojnë këtë fakt. Në vitin 2024 ishin 7.900 shqiptarë që u kthyen nga vendet e Bashkimit Evropian, mbasi atyre ju ishte refuzuar kërkesa për azil ose ishin kapur si emigrantë që jetonin në mënyrë të palishme në këto vende. Shifra e dytë është domethënëse 14.000 shqiptarëve ju refuzua hyrja në një vend të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2024 sepse paraqisin rrezik të emigrimit të palishëm. Kjo do të thotë se emigracioni i palishëm, edhe pse është shumë i kufizuar se dikur, nuk ka pushuar dhe pritet të vazhdojë. Një përmbledhje të gjitha të dhënave për shqiptarët që qëndrojnë në Bashkimin Evropian mund të hedhë më shumë dritë mbi të ardhmen e emigrimit, duke përmbledhur dhe të dhënat që unë sapo thash. Në fillim të vitit 2025 ishin rreth 840.000 në shtetas shqiptar që kishin leje qëndrimi në BE. Arsyet për të cilat këto leje ishin dhënë janë ato që përmenda pak më parë. 47.6% e të gjitha lejeve të reja ishin dhënë për arsye familjare. 29.1% për punësim, 0.9% për shkollim, 2.5% për azil apo status tjetër mbrojtje dhe rreth 19.9% për arsye të tjera. Kjo lloj përbërje e arsyes për marrjen e lejeve qëndrimit nga shqiptarët në BE tregon qartë natyrën e emigracionit të sotëm shqiptar. Është më pak i çrregullt, më shumë i lishëm, më shumë familjar dhe më shumë i përhershëm. Ritmet në të cilat vazhdojnë të largohen shqiptarët janë shumë të larta për një vend që tashmë ka humbur një pjesë shumë të madhe të popullsisë vet përmes emigracionit. Dhe nxitësit e emigrimit kanë ndryshuar. Të dhënat e vojtimeve të opinionit publik dhe studimeve të ndryshme që janë bërë në lidhje me gatishmërinë e shqiptarëve për të emigruar, tregojnë se tashmë nuk është më varfëria dhe vështirësitë ekonomike arsyeja kryesore e emigracionit. Emigracioni i sotëm po nxitet gjithnjë më shumë nga dëshira për një cilësi më të mirë jete, për arsim më të mirë, për siguri shëndetësore dhe jo më pak për një stabilitet institucional dhe për qëndrueshmëri afatgjatë. Me fjalë të tjera, migrimi i sotëm i shqiptarëve është një masë të madhe përpjekje për të larguar nga modeli social dhe ekonomik i Shqipërisë së sotme. Ai po nxitet nga mosrealizimi i aspiratës për modernizim dhe europianizim të plot të Shqipërisë. Në të gjithë këtë shtjellim që bëra rreth emigracionit shqiptar sot, lash pa prekur efektet e emigrimit masiv të shqiptarëve mbi shoqërinë, ekonominë dhe politikën në Shqipëri. Emigracioni ka sjellë ndryshime të mëdha në demografinë e vendit, në tregun e punës, në jetën familjare, në strukturën sociale, edhe në balancat politike. Shumë nga këto efekte janë negative. Të tjera, si dërgesat e emigrantëve dhe ndikimi i tyre në turizëm dhe investime, kanë qenë pozitive. Por këto pasoja meriton të analizohen më vete. Ajo që unë desha të theksoja sot është fakti themelor. Emigracioni do të vazhdojë të mbetet i lartë edhe në dekadën e ardhshme. Ikjet e shqiptarëve nuk janë thjesht më lëvizje popullsie, por një transformim rrënjësor i gjithë popullsisë dhe strukturës shoqërore të vendit. Janë riformësim i vendit. Dhe për sa kohë që Shqipëria nuk do të ofrojë qytetarëve të saj një jetë që krahasohet me atë jetë që ata gjejnë në Perëndim, shqiptarët duket se nuk do ndalojnë së ikuri. Ky është edhe emisioni unë për sot. Mirupafshim javën e ardhshme.